Passo Mondial në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithë miqtë të Top Albania Radios, jemi live këtu në këto momente me Livian. Përshëndetje të gjithëve. Nes Gjokën na rikthehet sot dhe Ervin Nikollën nga Top Albania Radio do bashkohet sot me ne për të diskutuar për ngjarjet e botrorit. Përshëndetje, kënaqësi. Ditë 29 qershor është luajtur ndeshja e parë me eliminim direkt, është kualifikuar në raundin tjetër Kanadaja, duke mundur dje Afrikën e Jugut 1-0, por është dhe pak edhe kohë bilancesh sepse FIFA thotë që siç është ndjekur ky botror, nga spektatorët nuk ka pasur asnjë botror tjetër. 4.6 milion spektatorë kanë qenë prezent në stadiume në gjitha ndeshjet që janë zhvilluar në fazën e grupeve me një mesatare 99%, një shifër jashtëzakonshme, po të mendosh që përpara fillimit të botrorit thanë gjithë çmime të larta, udhëtimet e vështira, distancat e mëdha, por prap u pa ky botror, domethënë paktën në Amerikë. S'ka si futbolli. Qofse është një sport që i bën bashkë të gjithë njerëzit, pa dallim, është vetëm futbolli. Edhe është më së normale që futbolli do vazhdojë dhe do rritet. Ta ka dhënë këtë emocionin duke ndjek nga ekrani për shembull që kanë qenë ndeshje të bukura, të organizuara mirë, domethënë e ke marrë këtë. Patjetër. Edhe në krahasim me botrorët e mëparshëm. Patjetër, por këtë lloj emocioni besoj duhet të flasë tjetër njëri, se unë e di këtë emocion. Nuk ka emocion si futbolli, çdo ndeshje, edhe ndoshta ndonjë ndeshje që duket sikur nuk është me një ritëm të lartë apo me një cilësi të jashtëzakonshme, prap ka brenda atë lloj adrenaline që t'jep edhe të mban mbërthyer para ekranit. Tani Amerika i ka të kaluar pritshmëritë. Gjithmonë europianëve na ngelora se takon nivelit të futbollit dikur në Amerikë dhe investimeve që kishte bërë Amerika dikur për futbollin. Tani mjafton të shohësh në çfarë stadiumesh po luhet. Stadiumet janë fantastike fare. Janë gjithashtu si Camp Nou. Domethënë logjika është që janë ca pamim ato ledet e mëdha si stadiumi Real Madridit, domethënë. Pastaj për pjesë organizimi Amerika i ka dhënë provat me kategori të tjera sporti si Super Bowl dhe të tjera. Pra që nga koreografia nuk i ke frikë domethënë në aspektin e organizimit. Është Hollywood edhe aty brenda mes katër këndësh që të blert. Logjika është që gjithçka është perfekte. Tani tifozët tani po përfitojnë Glen sepse janë ato çmimet më të ulta për fazën e grupe. Pastaj normalisht që kur fillojnë të kërcejnë çmimet e biletave. Tani do shohim në blok bosh. Po do shohim në blok bosh se $10,000 mirë. Tani Amerika ka dhe le të themi privilegjin që ka emigrant nga gjithë bota. Dhe ata nuk kanë 300 milion banor, do ketë aty për të ai kanë ndoshta të ardhurat për të paguar, nuk besoj se nisën nga Afrika e Jugut Kastile për të parë skuadrën, më shumë se me fjalën 100 persona, kurse emigrantët që janë atje normalisht. Po për shembull, kur shoh ato pamjet e holandezëve që mbushin një rrugë të tërë, po mira tifozë që ecin ashtu gjithë Portokalli, është pamje shumë e bukur. Argentina gjithashtu. Po pse kishte gjë më të bukur kur luajti Kanada me Zvicrën? Stadiumi gjithë kuq. Kanada Zvicër, po, tjetër ndeshje. Dhe nga njëherë këto ekipet vendase kur avancojnë përpara japin më bukuri kampionatit. Dje për shembull Kanadaja, kalimi përpara e mban entuziazmin. Po sigurisht. Do shohim çfarë do ndodhe me Meksikën, me Amerikën, po sidomos Amerikën, nëse e kalon dhe një round, fillojnë besojnë dhe ata apo jo? Po patjetër. Po unë mendoj që Meksika është më e zjarrt. Nga gjithë skuadrat. Nga këto tre organizatorë. Kështu që më e fortë. Shpresoj që edhe pse mos gaboj Meksika mund gjej përpara dhe Anglinë rrugën e saj në rrugtim nëse kalon këtë round. Kështu që mund të luhet një ndeshje Meksika-Anglinë në Azteca, do ishte pastaj fantastike. E jashtëzakonshme. Se si e duan futbollin historia në çdo detaj në këtë botror. Normalisht meksikanët janë tifozeria më e zjarrt ndoshta nëse krahasohen me amerikanët dhe me kanadezët, por ndoshta në nivel kombëtar nuk janë ata. Për mendimin tim, janë më mirë se edhe si amerikanët edhe se kanadezët, për mendimin tim. Po, plus kanë dhe çik histori më të gjatë në krahasim me Amerikën dhe Kanadan në futboll, domethënë kanë organizuar dy herë, kanë një lidhje më të fortë. Do doja t'ju thoya pak në lidhje me statistikat për skuadrën që mendohet të jetë fituese e këtij botrori. Opta ka nxjerrë dje një tabelë të madhe duke parashikuar pak në bazë të statistikave rrugtimit që kanë ekipet drejt finales dhe Francën e jep të parën me një përqindje 18.7% që mund ta fitojë këtë botror. E dyta në krahasim me fillimin, që ishte Spanja, tani është ngjitur Argentina në vendin e dytë, sepse do ketë një rrugtim më të lehtë ndoshta drejt finales dhe ka 16.3. Kështu që shanset më të mëdha për një finale Argentinë-Francë prap janë të ripërsëritet edhe para 4 vjetësh. Po, si e shikon ti Nes? E shef të mundur që të dy ekipet shkojnë prapë në finale? Ne këtu kemi qenë para sa kohësh dhe tham që një nga ekipet që është pretendente për të marrë titullin është Franca. Po. Duke pas parasysh që duke analizuar pse
ka një skuadër për mendimin tim që ka më shumë cilësi nga të gjithë skuadrat e tjera kombëtare. Është një skuadër që ka bërë mirë dhe është një skuadër që është shumë e motivuar, nëse do kishin pak frikë se shumë lojtarë yje aty nuk do kishin motivin e dur, po na tregojnë që ai kanë motivin e dur dhe duan patjetër të bëjnë të shkojnë deri në finale dhe pse jo të marrin kupën. Dhe mendoj që është një nga skuadrat më të mira ndoshta të historisë së Francës. Kjo skuadër që ka këtë vit. Po kjo është thjesht mendim personal. Livia kishte diçka që ishte bërë virale në rrjetet sociale me atë historinë e varkës. Është një imazh që po bëhet shumë virale sepse janë 4 ekipe. Ne kemi Norvegjin, Argentinën, Portugalin dhe Francën. 4 ekipe paktën që kanë yje. Yje dhe potencial për ta fituar. Dhe kur është Argentina, i bie që varkën e tërheq ekipi dhe ke varka është Messi i ulur. Pra, vetëm Messi i ulur që tregon që ai është drejt fundit, po ata po ndihmojnë që ai të shkojë përpara. Ai po na duket si drejt fillimit, jo drejt fundit. Nëse jo e masim me këtë pjesën që ai nuk vrapon shumë. Po. Domethënë me aq fuqi sa ka, po ekipi po e tërheq përpara. Jo, unë e shoh ndryshme thënë të drejtën. Sikur ai ka një ekip që punon për te. Po pra, po ekipi po e ndihmon domethënë në këtë rast. Po. Pastaj kemi Portugalin, ku është Cristiano Ronaldo që tërheq varkën, ndërsa shokët e skuadrës tërheqin kundra. Provojnë ta pengojnë. Ai shkreti tërheq vetëm ta mbrapa. Ronaldo një anë, ekipin anë tjetër. Pastaj kemi Erling Haaland që i tërheq të gjithë. Ai e mban ekipin. Ai tërheq botërorën. Ai vetëm që tërheq të gjithë. Dhe në fund kemi Francën ku të gjithë bashkë tërheqin barkën. Kjo është e bukur se ka ndryshuar ky sjellja e Mbappés. Dhe po ta shohësh është një Mbappé ndryshe nga Real Madrid edhe këtë vit është më lider, është më përgjegjësi. Është më përgjegjësi, është gjithashtu më i predispozuar për të ndihmuar edhe të tjerët, siç pam në rastin e Dembeles, shkoi i pari të festonte me atë, nuk bëhet xheloz pra pse Dembelea bën 3 gola. Sepse Mbappés në fund i intereson që të fitojë botrorin. Shiko, ky është misioni. Një nga problemet më të mëdha që shumë analistë flisnin për Francën, jo se nuk besonin që Franca e ka cilësinë për dal kampion, ishte çështja e marrëdhënies brenda domosdoshmërisë. Sepse paktën ne e dimë që suksesi sot në botën e futbollit modern nuk është çfarë ti jep në fushë, puna është çfarë jep ti në dhomën e zhveshjes. Ajo është pjesa më decisive e futbollit. Dhe Mbappé duke pas parasysh vitin që kaloi me Real Madridit që shumë herë ka qenë gola bëri, por nuk ishte i shërbeu. I shërbeu, por nuk ka qenë gjithkohës më i miri i mundshëm në dhomat e zhveshjes. Dhe një nga dështimet e Real Madridit që u diskutua ishte një nga pjesë ishte edhe Mbappéja për dhomat e zhveshjes. Dhe në këtë kampionat botror të gjithë dyshonin këtë marrëdhënie. Por po tregon ndryshe. Unë sapo e preka këtë që. Po tash i shërbeu. Se pa vetëm nuk e kisha kohë pa Mbappén një lojtar aq agresiv. Një lojtar që sakrifikon gjithçka për skuadrën, jo vetëm fazën sulm, por sidomos në fazën mbrojtje, që është shumë e vështirë që cilësia e madhe bëj dhe mirë në fazën mbrojtje. Dhe kjo më tregon që ai seriozisht që do patjetër si vjet të jetë shpallet kampion bote. E po tash është çka kualiteti ka Franca me përveç katëshve si luajnë në formacion që është Olise, Dembélé, Mbappé dhe Doué mbrapa është Barcola që mund të futet, është Marcus Thuram që mund të jetë një alternativë, pastaj është Cherki që tjetër futbollisti i jashtëzakonshëm, dhe këtu del në pa edhe pak mënyra se si po e drejton Deschamps kombëtarën, që nuk besoj që një trajner vuan kur ka kaq shumë hye, por fakti ai se si po e menaxhon ekipin është një dhuntim vetë e Deschampsit në këtë rast, sepse ka shumë gjela aty që janë shumë të fortë, edhe ta menaxhosh është një art më vete. Dhe shumë po ngrihet në këtë botror fakti që trajnerët nuk është se po bëjnë shkencë, pra nuk po shohim ndonjë gjë të jashtëzakonshme nga trajnerët, por më tepër po menaxhojnë grupet. Grupet dhe hyjet që kanë në skuadër, siç është rasti i Scalonit apo dhe ndonjë trajner tjetër. Po pra, unë sapo e preka që sot futbolli modern duke pas parasysh që ka arrin maksimale në shumë parametra si fizik, teknik, taktik dhe cilësi individuale, gjithë është marrëdhënia se si një lider që sot lideri po themi trajneri din të arrijë dhe të krijojë ura lidhëse me lojtarët që ti marrin maksimumin dhe ky është ai trajneri i suksesshëm, sepse nuk është çështje se çdo bëjnë trajnerët. Trajnerët sigurisht japin filozofinë, japin atë që duhet të hedhin në fushë, por gjithë puna e një trajnerit edhe i një liderit është marrëdhënia që ai merr me lojtarët, sepse nëse ti ja merr lojtarit më të mirën e mundshme, ti atëherë ke për punën. Këtë tha dhe Scaloni konferencën e shtypi kur e pyetën rreth Mesit, që pse Messi vendosi që të mos luante ndeshjen e tretë. Ai tha Messi mund të luante edhe 90 minuta. Por dhe Messi vetë vendosi të bëjë një lloj menaxhimi skuadre, pra të spostohet në një moment, një ndeshje që ishte shumë e rëndësishme për Argentinën, mund të ishte e rëndësishme për atë për aspektin e numrave. Po ai tha më mirë po bëj një hap mbrapa këtu, pra po mendoj pak për skuadrën
dhe luan Alvarez që ka marrë më pak minuta dhe pastaj dhe kënaqet një pjesë e mirë e skuadrës, domethënë lëvizin. Është shumë e rëndësishme, bëhen të rëndësishme, ndjen veten të rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që në një kompeticione të tilla që intensiteti është shumë i lartë, lodhja nuk është çështje lodhje fizike, çështje lodhjes mentale, është shumë e madhe. Duhet patjetër që ti mbash të karikuar të gjithë grupin e lojtarëve, sepse të vjen një moment që të duhen dhe po nëse ti nuk ja jep këtë kënaqësi, sepse kampionati botror apo europian ka dhe kënaqësi individuale për sportistët. Po unë shoh kur çdo që bën gol ka një festë jashtëzakonshme, hyn në histori, domethënë. Po është jashtëzakonshme. Trajneri dje marshi Kanadas i mlodhi lojtarët të gjithë rreth fushës kur mbaroi ndeshja dhe i tha me këtë që keni bërë sot, tha çdo njeri në Kanada do t'ju njohë, çdo fëmijë do ketë ëndër, keni bërë një arritje të jashtëzakonshme, ata ishin gjithë lojtarët dhe Botrori është një vend histori i sigurt. Tani ne i pam në këtë botror shumë njerëz që kanë qenë dhe keq në gjeografi në fakt. Gjatë arsimimit të tyre zbuluam Gjelbert. Po Guaracano e mësuan. Dhe për më tepër zbuluam që dhe ata din të luajnë futboll. Pra, nëse më lejon të cekja një temë, një futboll që ka ndryshuar, një futboll i modernizuar dhe skuadra që kanë ndërtuar lojën e tyre në një mënyrë të caktuar, për flas për skuadrat e vogla. Shiko, nuk është rasti që sot ky futboll është kaq i dashur për gjithë botën. Nuk është rasti. Sot janë rrit niveli. Nuk ka më ndoshta deri para shumë vitesh ose para dekadave thonim që do luajë Argentina me një ekip vogël. Dhe gjithçka e dinim që si shkonte ndeshja. Po edhe në aspektin taktik po flasim. Po ky zhvillim është bër gradualisht dhe tashmë çdo ekip i vogël, jashtu quajtur i vogël, trajnohet njësoj si një ekip i madh. Çështja është e mentalitetit. Që unë kur luaj përballë një ekipi të madh mos të kem frikën, të vrasin frikën, por shumë nga këto ekipet e vogla ashtu quajtur, duke dalë edhe jashtë vendeve të tyre, duke luajtur edhe nëpër Europë, e kanë vrarë frikën, sepse futbolli sigurisht është lojë këmbe, por kryesori është lojë koke. Nëse unë jam i bindur që i përballoj kësaj edhe fizikisht, edhe taktikisht, edhe pse kam Messi përballë, atëherë unë kam startuar si fitues lojën. Dhe kjo është ajo që po vritet frika prandaj quhet sot futbolli modern. Jo, po të kthehemi pas në kohë, kur kemi qenë të vegjël ne dhe shihnim botror, kur vinin këto skuadrat e vogla që si njifte kush, ishte një masakër në fushën e lojës. Po patjetër. Disniveli ishte aq i madh sa që ndeshja bëri e pashikueshme kurse. Po jo, edhe vendet kishin një ndryshim mes njëri tjetrit. Brazili luante më, siç thonë atë sambën e vjetër, Argentina kishte model tjetër. Tani janë bashkuar modele dhe secili bën, për shembull, mua kur shoh Barcelonën më duket kjo, kur shoh Brazilin më duket si Real Madrid. Do të njëjta strukturë, topi i gjatë ke Vinicius. Por ndërtimi i lojës po shohim driblime Vinicius gol. Po Ancelotti. Do të duket kur shoh Spanjën, shoh Barcelonën, janë fillojnë adaptohen pak dhe me klubet. Niko kishte diçka për Infantino. Çka ka bërë Infantino? Patjetër, Infantino ka thyer rekorde. Ai rekorde si Ronaldo, si Messi. Pra botrori rekordeve në ka parë 24 ndeshje. 24 ndeshje. Është një njerëz që do të shoh futboll. Nuk besoj që presidenti i FIFA-s dikush tjetër që ka parë 24 ndeshje. 24 ndeshje, 27 fluturime. Xheti privat normalisht që të jep këtë luks dhe ajo që spikatër që udhëtimi më i gjatë ka qenë për 4507 kilometra dhe këtë e ka bërë nga Vancouveri në Miami për të parë ndeshjen Australi-Turqi. Unë për veten time as 10 kilometra. Po tani, qarkulloi një foto para 2 ditësh që ai ishte në pjesën e parë në një ndeshje, Bregu Fildisht, mos gaboj, atë ditë dhe në pjesën e dytë shkoi te Gjermania. Te Gjermania, nëse përkoj gjërat, 148 kilometra. Po pra nga Philadelphia në New Jersey, 148 kilometra. Është realizueshme që ai me helikopter të shkojë nga njëra ndeshje dhe për 20 minuta? Ka shkuar me aeroplan. Me ku hypi avionit? Po se vetëm po të ketë qenë avioni. Tani se unë kemi luksin, kemi avion, nuk është se ta tregojmë të punë, po ta kishim. Dhe tani ata ambientalistët e kanë bërë llogarinë e tyre sepse impakti mjedisor i fluturimeve të zotërisë llogaritet me impaktin mjedisor të 78 personave gjatë një viti. Domethënë çfarë bëjnë ata? Ka ndodhur ajrin, domethënë. Po para sa mund të ketë harxuar para? Para një shifër, nuk besoj se përdorin parat. Ka një kosto për këto udhëtime, nuk është se ka një kosto. Nuk e kam kosto. Unë mendoj që në rolin e këtij personit, unë pavarësisht se po gjykohet, unë mendoj që ky duhet të jetë prezant. Po patjetër. Po edhe të pushoj pak. Po patjetër, po. Kjo është tashmë është një moment që është punë, dhe gjatë punës ky një muaj do jetë i zjarrt për gjithë këto. Po jo, po është përhapur sikur është përdorur një njëjtë imazh për të treguar që Infantino është prezant, por nuk është live ajo imazh. Është temë debati, ky është një mister për tifozët, sepse nuk mund të jetë njëkohësisht në të njëjtën kohë të minutazhe. Po. Se e patë madje ta kisha nisë se e lexova, nuk mund të ishte njëkohësisht. Kështu që edhe mund të përdoret e njëjta
Futemi pak të ndeshjet që luhen sot. Dy sfida shumë të forta që vinë me radhë, është Brazili me Japoninë në orën 7 dhe Gjermania me Paraguay në orën 22:30. Por rrim pak te Brazili sepse është një duel shumë interesant. Japonia ka treguar këtë vit që është një ekip i vështirë për të mundur, është një skuadër e veçantë, mund të thoya, sepse për mënyrën se si luan, shpejtësinë që kanë, sakrificën që bëjnë lojtarët. Dhe ky trajneri më befason sepse sa herë që Moriyasu del në konferencë hypi thotë ne do fitojmë botrorin. Është e çuditshme. Sot Opta jep vetëm 1% shans. Jo që të kaloj, por që të fitojë botrorin. Po, unë mendoj që japonezët janë si popull të veçantë. Dhe kanë një forcë karakteri të jashtëzakonshëm. Dhe një nga gjërat që ato nuk kanë frikë. Kështu që ti ke patur më the dy futbollistë japonez në skuadrat që ke drejtuar. Po, në karrierën time kam pasur dy. Ato janë interesantë. Prandaj dhe po ja shpjegoj gradualisht. Janë njerëz të mësuar me punë dhe me disiplinë. Dhe në sport ato kanë si një jetë kanë dhe në sport. Domethënë, mu ka rastis disa herë që bënim video analizën dhe mbasi mbaronin video analizën, futbollisti japonez nuk u çonte. Gjithë dinin dhe i thonë Fukui dhe Jume i thonim ne një tjetrit. Ato donin edhe një herë detyrat e tyre personale. Sepse donin një takim me ty veç. Po, masi mbaronte video analizën në skuadër, donin edhe një herë të përsërisja detyrat e tyre personale në fushë. Dhe masi i merrnin i thonë tani e rrugullut shipin. Tani jemi në rregull. Dhe kishin një diçka specifike që gjatë lojës, nëse dohet të ndryshohet diçka, ato çorientohen. Sepse duan detyra dhe janë strikt për detyrat. Prandaj kuriozet, a ishin kështu që pastronin çdo gjë kush? Ajo është edukacia, ato e marrin qyf fëmijë. Pas keni kursyer, i bie që po dhoma zhveshësh për shumë, ka pas shumë raste që edhe futbollistët kanë një gjë që janë marrën stërvitin edhe rrobat dhe ikin sepse do vi punëtori fushës ti marrë ato edhe bluzën edhe gjërat e stërvitit që sistemuar dhe i punëtori thotë po lejmë se do i marrë të çojnë lavatriçe. Ato i lënin të palosur aty. Burr për shtëpi domethënë. Jo, vitin gjithë skuadrat shqiptare nga një japonez secili. Se kurse janë shumë interesant dhe ky dhe unë e shikoj që sot Brazili, edhe pse jemi tifozët e Brazilit, e ka shumë të vështirë. E ka shumë të vështirë sepse është një skuadër shumë e fortë fizike dhe ka një disiplinë të fortë. Shpresoj dhe uroj që Brazili ta zgjidhë nëpërmjet ndonjë cilësie. Viniciusin kanë ata tani parë, Mateus Cunha po bën kampionat mirë. Po se shpreson se ka tifoz Brazili në Shqipëri, unë jam me Japoninë për. Shiko, ka një histori. Unë thash për veten time që shpresoj. Mbas luftës atëherë kur Amerika goditi Japoninë me bombën e famshme në Hiroshima, shumë japonez u larguan nga Japonia dhe shkuan drejt Brazilit. Sot ka një komunitet prej 2 milionë japonezësh që jetojnë në Brazil. Dhe janë ambientuar atje dhe janë shumë të kënaqur me jetën atje. Kështu që lidhja e Brazilit me Japoninë edhe në aspektin e sportit është shumë e fortë dhe lidhja ta tregon pse. Tani unë jam ajo profecive aty në gjallë pak sobrenaturale no tallën. Besoj se të gjithë e keni pa Olje Benji, e dini animen, patjetër të futbollit. Filmi me kartona i famshëm, ka dhënë dhe digital pi para ca kohësh. Sa mirë. Para 40 vitesh ishte një epizod ku ishte ndeshja Japoni-Brazil. Dhe kush fitoi? Japonia 3-2. Shumë nga karakteret që janë të Japonisë në film janë marrë nga Brazili. Disa personazhe janë, për shembull, ka qenë Zico, Sokrates, janë disa personazhe që i kanë adaptuar ata në film sepse vetëm Brazili njihshin. Kështu që sot Japonia e njeh shumë mirë Brazilin, e ka mundur dhe një ndeshje miqësore 3-1 një vit më përpara dhe kanë shumë besim që mund të bëjnë një surprizë. Jep informacione para se të shkojmë në publicitet. Patjetër. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më thjesht. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë shëndet ose makinë. Plotso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Rikthehemi pas pak minutash, flasim edhe për ndeshjen tjetër të Gjermanisë me Paraguayn, duhet të them dhe përqindjet se kush mund të jenë dy skuadrat që parashikojnë që do të vazhdojmë përpara. Rikthehemi në pjesën e dytë të paso, Livia më përpara një informacion dhe pastaj vazhdojmë ndeshjet. Ndonjëherë duhen vetëm pak detaje për ta kthyer shtëpinë në destinacionin tuaj të preferuar për relaks dhe pushime. Por mbi të gjitha në Spar mjafton një buxhet shumë të vogël për të realizuar. Me katalogun Garden dhe Camping në Spar dhe Interspar gjeni mobilje kopshti, barbecue, aksesore kampingu dhe gjithçka për të shijuar verën siç duhet, sepse ndjesia e pushimeve mund të fillojë që në oborrin tuaj. E janë në Spar dhe Interspar. Faleminderit Livia, ndërkohë Brazili ka 69% mundësi sonte që të vazhdojë përpara.
ndërsa Japonia 31% mundësi. Pra favorit në letër është Brazili në këtë mbrëmje, që të gjitha shanset e veta i ka tek Vinicius Junior, lojtari i momentit. Ju duket ndryshe Vinicius këtë vit, si e shikon, krahasim paktën dhe me Real Madrid? Unë mendoj që po merr përgjegjësi dhe sigurisht që sot kombëtarja e Brazilit si asnjë tjetër ka shumë pak cilësi. Ka pak cilësi thua. Ka pak cilësi. Nuk është më Brazili siç e duam ne tifozët apo siç ka qenë gjithkohës. Plus që ardha dhe e trajnerit siç është Ancelotti, tashmë Brazili është bërë një skuadër më shumë europiane në mentalitet. Është më pragmatist, është më e kujdesshme, nuk është aq spektakolare. Por mbi të gjitha me sa shikoj dhe sa kuptoj filozofinë e trajnerit është që të eci përpara sa më shumë. Sigurisht që nuk mjafton për Brazilin të jetë vetëm një lojtar, sepse ke Brazilin në fazën sul ka qenë disa lojtarë që zgjidhin ndeshjet në momente të caktuara nga cilësia e madhe që kishin. Dhe sot mendoj që apo kjo kombëtare si Brazili sot ka vetëm një cilësi që pret që të bëjë çdo gjë nëpërmjet këmbëve të Vinicius është pak e vështirë, sepse sot mund të bllokojnë shumë kollaj dhe nëse Brazili do t'i heqin pjesën e më të rrezikshme që është Vinicius, atëherë mund të ketë problematika. Por gjithsesi Mateus Cunha që është futbollist prap. Dakord, edhe ai, por mirë është ky Ryan që po eksperimenton. Ama gjithë filozofia e Brazilit, po ta shikoj pavarësisht se luajnë 10 lojtarë, por gjithë filozofia e fazën sul Brazilit është drejt Vinicius. Patjetër, ai është lojtari që tërheq vëmendjen. Pishko, risia tani te Brazili është që nuk po identifikojnë dot numrin 9 dhe Mateus Cunha nuk është një numër 9 klasik. Po e quanin 9.5 tani me shaka. Në logjikën që bën dhe 9-shin, bën dhe numrin 10 të skuadrës, sepse është ndihmon mes fush. Është njeriu që po shërben, po jep pasime të dhura dhe nuk po din me këtë krahasojnë. Sepse dikur Brazili ka patur pyka të rëndësishme, siç ka qenë Ronaldo, Adriano apo ndonjë tjetër, tani kemi këtë realitet të ri me lojtarin e Manchester United që edhe po ndihmon, por në përgjithësi po thuhet se në këtë botror po organizohen me 3 skuadra, ndryshe nga sa ka qenë përpara. Dhe në rastin e Brazilit, Mateus Cunha 4-3-3. Po organizohen me 3 në momentin e organizimit të sulmit. Shiko, faza në sulm është ndryshe sepse nuk e lexojmë dot po organizohet me 3. Faza në sulm duhet ta lexojmë më shumë në thellësi se si bëhet para ose kur themi në një zonë, siç është një zonë, zona gol, është si lëvizet, si mbushet ajo zonë, si suportohet nga mes fusha. Sa lojtar marrin pjesë në numër në fazën sulm dhe sa lojtar janë në ekuilibër në fazën mbrojtje. Brazili mundohet që ta mbushi zonën gol, jo vetëm me Vinicius, jo vetëm për sulmet e shpejta, por edhe kur shkon lojë me stacione ta mbushë me shumë lojtar. Dhe ky është një nga problemet që mendojnë që Brazili o duhet ta zgjidhë një lojë me posedimin e topit ose do vazhdojë me filozofinë e daljes shpejt në sulm që kur dilet shpejt në sulm nuk ke mundësi të mbushësh zonën gol me shumë lojtar, sepse skuadra është shumë brava. Këto janë disa gjëra që Ancelotti me sa duket ka kuptuar diçka që skuadra e Brazilit është kjo që kemi. Dhe to që kemi duhet të marrim maksimum. Si mendon, kalon sot Brazili? Që të flasim pak edhe për Gjermaninë. Unë do të them si tifoz, po. Po, të unë tifoz me Brazil, po. Janë dhe martues brazilianë, se nuk do ta pyes Livia se a të thash që do barazonte Portugalia? Po do fillosh tani do thuash shikoj se kur bëj parashikime unë nuk më del apo nuk dua të ndjell. Do barazonte Portugalia si del Brazili sot? Fiton, e bindur. Tani fiton, domethënë fiton brenda 90 minuta. Fiton. Ne mendojmë kaloj në kohën shtesë apo në minutën e 89. Logjika është që Japonia do jetë një kockë e fortë. Shumë e fortë. E jashtëzakonshme. Mund të shkojë edhe në shtesë. Gjermani Paraguay, ora 22:30. Gjermania ka shanse për të kaluar 78%. 22% janë shanset e Paraguay, që mendohet një kundërshtar shumë i fortë fizikisht, një kundërshtar që vetëm mbrohet, dhe nëse gjermanët nuk e zhbllokojnë ndeshjen shpejt, mund t'i bëhet e vështirë me kalimin e minutave. Gjermaninë e pam të vuaj që në fazën e grupe. E pam të përmbys ndeshjet, ta fitoj të parën me lehtësi absolute, te e dyta ta përmbys në fund me vështirësi dhe te e treta pam një Gjermani që nuk futi asnjëherë marshin e tretë dhe në fund ditës bëri që kundërshtarit fitonte dhe të vazhdonte rrugtimin. Gjermania nuk mund bindë. E ka turbulluar pak ujin sepse ka nxjerr një lajm sikur lojtarët janë të pakënaqur me trajnerin Nagelsmann, se ai nuk është i qartë se çfarë strategji do ndjekim në ndeshje. Pra pas ndeshjes dytë, ne jemi të qartë. Ata prisnin më shumë zbardhje të planeve të trajnerit. Pra si do luajmë në ndeshjen e fundit, me çfarë ekipi do shkojmë do fillojmë fazën me eliminim direkt, sepse Gjermania siguroi kualifikimin që pas dy ndeshje. Dhe këtë e ka nxjerr Bildi sot që
duket sikur ka diçka që nuk shkon në ambientin gjerman. Unë për vete nuk e kuptova Gjermaninë. Ti që je sigurisht shiko, unë një plan më të qartë. Unë nuk e gjykoj Gjermaninë në ndeshjen e tretë për shumë faktorë. Gjithmonë ndeshjet e treta, pavarësisht se Gjermania është një skuadër që gjithmonë na ka treguar që nuk ka toleruar për asgjë. Ka dhënë gjithmonë maksimumin. Po ndeshja e tretë, duke i qenë pak pozitiv nga krahu i Gjermanisë, ishte ndeshje si më thon psikologjikisht e mbaruar. Në grupin e detyrën e grupit e kishin bër, maksimumi nuk është se u dha, shumë lojtar më shumë ishin në hije se sa morën përsipër, por ndërkohë sot mendoj që sot do të kemi Gjermaninë e vërtet. Ajo Gjermani që do konkurrojë deri në fund, ku do shohim atë që Gjermania ka një nga gjërat kryesore edhe si futbollist japin maksimumin deri në çdo sekond, por këto debatet që janë pa kënaqur apo janë të kënaqur, në çdo ekip kombëtar ka problematika, sepse të gjithë që vinë bëjnë pjesëmarrje në evente të tilla duan patjetër të japin kontributin e tyre në fushë, sepse për shumë gjëra, për histori, për interesat e tyre personal, për të nesërmen. Por që unë mendoj që Gjermania është një kombëtare që na ka treguar gjithmonë që në momentet e fundit ka bërë dhe ka marrë maksimumin. Sot pritet që të luajë me përpara të paktën pjesa e sulmit me Sané, Musiala, Wirtz dhe Havertz. Në stol do jetë Undav që edhe pse ka shënuar në këto ndeshje të fundit, do ta nis ndeshjen nga stoli. Pra ju jeni më shumë për Gjermaninë në këtë sigurisht. Në këtë dyshe? Unë po. Që të lëmë dhe pak minuta ndeshjes së mëngjesit. Normalisht Undav një sulmues shumë i mirë, i shpejt por shtat shkurtër, nuk është ndoshta personazhi i dur për ta nisur ndaj një skuadre fizike si alternativë ndoshta për vazhdimin e ndeshjes. Ndërkohë, ndeshja e mëngjesit në orën 3, për fat keq në orën 3. Ndeshja shumë e vështirë. Hollanda me Marokun. Ktu pastaj është një spektakël më vete dhe gjynaf që është në orën 3 për Europën, se është orari i vështirë shumë. Kjo ka pëlqyer ndeshje spektakolare, personalisht mendoj, sidomos kur them spektakolare kam parasysh për cilësinë që ka kjo skuadër, të dyja skuadrat dhe për atë që na kanë dhënë këto të dyja skuadrat. Është një ndeshje që unë nuk jap dot një parashikim nga ana teknike, sepse këtu i hyp tani nga bota e futbollit. Janë të dyja skuadrat që nuk i mungon asgjë, kanë dhe cilësinë, kanë dhe posedimin e topit, kanë dhe agresivitetin, kanë dhe disiplinë taktike. Këto janë ndeshje që do zgjidhen nëpërmjet momenteve të caktuara të episodeve. Ota jep 61% Hollandës që kualifikohet dhe 39% Marokut. Pra 61 me 39. Duket pak diferencë e madhe. Shumë e madhe, edhe për personalisht skuadër. Dhe interesante ishte se Hollanda kishte që nga viti 2010 që nuk humbte një ndeshje botëror. Në 2 herë që është eliminuar ka ikur me penallti me Argentinën, 2018 nuk mori pjesë fare në kompeticion. Pra ka plot 16 vjet që nuk mundet në ndeshje direkte në Kupën e Botës. Dhe kjo ndoshta fakti që ata këtë vit nuk kanë shumë presion sepse askush nuk mendon që Hollanda do ta fitojë botërorin. Po patjetër, po nganjëherë se ka kontingjent lojtarësh superstar siç mund të ketë patur në edicionet e përparshme. Ka patur të jashtëzakonshëm. Dhe gjithë mendonin që ata duhet fitojnë këtë vit ose kurrë. Këtë vit thon shkoj sa të shkoj. Dhe kjo ndoshta i ka hequr pak presionin, po kanë lojtarë shumë të mirë. Për shembull përpara është Summerville, është Broby që bëri gola në ndeshjen e fundit, është Dumfries që është në një formë të shkëlqyer. Vetëm kam një përshtypje, vetëm mbrojtja është pak delikate, nuk ka të përqendrim shpeshherë. Po ta shikosh gola si me Japoninë. Mund ka bë pak përshtypje, të paktën 2 ndeshje që i kam parë Hollandës. Nuk para abuzon apo kërkon të dalin me shumë brëse krahut. Në fazën e riorganizimit të daljes topit, që ata kanë pas karakteristikë. Mbrojtjet e krahut e kanë po ta ndajnë fushën me zona, e fillojnë gradualisht. Po. Gradualisht që ti thuash Dumfries mos dit para do të thotë që të ke humbje forcë më sul. Po, kështu që gjithsesi janë të kujdesshëm ke faza mbrojtje. E kuptoj që janë të kujdesshëm. Por kanë cilësi, nuk është se nuk kanë cilësi. Janë një skuadër që kanë, me sigurisht nuk kanë Van Basten brenda, po kanë cilësi. Është një skuadër që ka cilësi. Livia? Pra kush ka lënë? Si më donte? Jo, unë jam me Hollandën mes të dyjave. Dhe pse vlerësoj shumë futbollin e Marokut. Se kena pa shumë agresiv, shumë i fuqishëm. Do shohim. Do ele shumë bukur, se mos të mes fushësh ky dueli i De Jongut me Boatin, që janë 2 lojtarë që me siguri do vjen presion nga kundërshtarët sot. Po janë në qendër të vëmendjes gjithë lojtarët e Marokut për ndeshjet që kanë zhvilluar, për cilësitë që kanë treguar në fushën e lojës dhe një kuriozitet shpejt. Tani le të themi që është skuadra e emigrantëve kjo e Marokut të vit. Kemi 19 lojtarë që kanë lindur jashtë vendit dhe po them 3 janë holandez. Janë ata të cilët po që janë lindur në Holand, 6 prej tyre në Spanjë, 3 janë lindur në Francë, 3 janë lindur në Belgjik dhe 1 në Kanada.
kanë edhe në Kanada pjesën e tyre. 7 janë lindur në Marok. Por cila është diferenca me të kaluarën? Ai që theu, le të themi, tabun e madhe sa i takon Marokut, ka qenë Hakim Ziyech, i pari që ka zgjedhur të luaj për kombëtaren nga kishte origjinën dhe jo të luante. Mund të luante fare mirë edhe për Spanjën. Ku të donte mund të luante. Dhe tani kjo është kthyer në një mod. Pra kemi, le të themi, një eksod mbrapsh të super lojtarëve, kanë furnizuar Europën tani. Janë për patriot. Jo, shiko, dikur thuaj që kur nuk të pranojnë kombëtarët e mëdha, ti zgjedh. Nuk besoj që aty kanë një lojtar që nuk e don ndonjë kombëtar. Por nuk është ky rasti, kjo është krejt e kundërta. Ata kanë zgjedhur, përziheshin po. Unë dëgjova Patrik Vieira, ai tha kështu. Brezi i parë që iku tha, provoi të largohej nga vendet, domethënë që iknin. Po çështje e refugjat. Edhe pse ka lindur jashtë, ai referohej shumë se vet Vieira ishte nga Senegal. Brezi që ka lindur tani jashtë, kanë filluar të rizgjohet ajo dëshira dhe ndjenja e rrënjve të tyre. Dhe Franca e vuan shumë të pjesë. Sa herë që shkojnë për shkak nga vendet e tyre, për shkak që shkojnë në, domethënë ku kanë lindur, për shkak në Europë, shkojnë kthehen në Afrikë, aty ndjen një dëshirë të brendshme shumë të madhe. Edhe pse nuk janë rritur atje, ata duan ta përfaqësojnë vetë tyre dhe kjo ndodh me shumë skuadra afrikane, jo vetëm me Marokun, me Maroku për shembull kanë pas në Arabi kanë pas një futbollist që ishte marokan. Ishte futbollist shumë cilësor, por për arsye që paguhej shumë mirë, kishte lënë Spanjën dhe kishte ardhur në Arabi. Dhe diskutonin këtë, i thonim si ka mundësi sepse lojtarët marokanë që luanin në atë kampionat aty ishin të gjithë një uspikasin nga përdorimi i topit shumë i mirë. Dhe thonë koç, ne marokanët shkojmë shumë në Spanjë. E para dhe e dyta, atje ne riedukohemi ndryshe në futboll. Unë për shembull jam shit nga Casablanca, jam shit ke Mallorca dhe kam luajtur 8 vjet ke Mallorca. Dhe gjithçka që ne po bëjmë dhe në ekip kombëtar, se ishte kombëtar as kur ishte në Arabi, ishte para 4 vjetësh ishte. Çdo gjë është më shumë është e shkollës spanjolle. Po. To ata ndihen komod edhe kur kthehen dhe luajnë dy se nuk ndryshon dhe futbolli. Dhe cilësinë që e kanë edhe ndoshta edhe ka kjo që tha, që dalja atyre jashtë, marrja e kulturave ndryshme, plus cilësinë që e kanë të lindur, sepse gjenetikisht, fizikisht, afrikanët e kanë talentin e lindur. E kanë të lindur anën fizike. Përpunimi që bëhet në vendet e Europës, si Spanja, Hollanda apo kudo, sidomos në Spanjë, ju jep atyre një mundësi që kur kthehen pastaj me shumë kënaqësi në vendin e tyre, bëjnë këtë që po bëjnë si vet, apo që bën para 4 vjetësh. Si bëjnë skuadrat e tjera. E fundi, parashikimi Holland-Marok, kush kalon? Si mendon? Unë jam me Marokun. Niko? Nuk guxoj dot të jem me Marokun, me Holandën. Me Holandën. Livia tjetër me Holandën. Unë jam me Holandën, po kam frikë se do fitoj Maroku. Kemi ardhur në fund për sot. Me paso mondial shifemi dhe dëgjohemi nesër, por në 30 orë, ora 14 për diskutuar këto ndeshje dhe si do dalin rezultatet e tyre. Miru dëgjofshi.